Përshëndetje, ky është flesh informativ i orës 9:30. Kryeministri Edi Rama në një reagim në rrjetet sociale tha se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian vazhdon pa u ndalur, duke ju referuar dosjes grup kapitullit të 3 të negociatave për antarësim, i cili fokusohet te konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Vendim i marrë dje në konferencën e 5 ndërqeveritare në Bruksel. Deri tani janë hapur negociatat për 24 kapitull në vetëm 8 muaj dhe mbeten vetëm 11 të tjerë për t'u hapur. Një ritëm 8 i lartë që tregon përparimin e Shqipërisë dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian për të arritur objektivin e përbashkët të mbylljes së negociatave në 2027, thuhet në reagimin e Ramës. Platforma e regjistrimit të diasporës për votën e 11 majit është bërë objekti 192 milion sulmeve kibernetike nga jashtë vendit. Pas këtij pohimi, kryekomisioneri Celi Bashi pohoi se megjithatë, rezultati i zgjedhjeve është certifikuar nga të gjithë komisionerët. Sali Berisha denoncon skandalin e dashur të quajturit treni bullgar në Elbasan dhe publikoi disa prova të gjetura në lokalin e një vëzhguesi të Partisë Socialiste, që sipas tij vërtetojnë krimin elektoral. Ministri i Ekonomisë Blendi Gonxha, i cili fitoi numrin më të madh të votave në Tiranë në zgjedhjet e 11 majit, e konsideron përgjegjësi për të punuar më shumë 4 vitet e ardhshme. I pyetur nëse do të kandidojë për kryetar të Bashkisë së Tiranës, Gonxha tha se rezultati në zgjedhje nuk ka lidhje me kandidimin. SPAK ka ngritur një tjetër akuzë ndaj kryebashkiakut të Tiranës Velia, i arrestuar prej 10 shkurtit për korrupsion të zyrtarëve të lartë dhe pastrim parar. Sipas SPAK, nga hetimet ndaj Veliaj dhe bashkëshortes së tij Ajola Xoza ekzistojnë dyshime të arsyeshme se ka nisur hetimet për fshehje të pasurisë. Sipas SPAK, ka të dhëna që ngren dyshime të arsyeshme mbi pasuri të padeklaruara pranë rezidencës Kodra e Diellit, ku ata jetojnë aktualisht. Për këtë arsye, gjykata e posaçme ka vendosur masën e sigurimit pasuror sekuestro preventive mbi apartamentin dhe një shtesë regjistruar në ASHK në emër të subjektit tregtar AKSHPK. Ndërkohë, avokatët e Veliajt sqaruan se as Veliaj dhe as Xoza nuk janë pronar të kësaj pasurie të sekuestruar dhe nuk kanë asnjë lidhje pasurore apo ligjore me subjektin tregtar AKSHPK e as me pasurinë që është objekti masës sekuestro preventive. Ambasada e SBA-s në Tiranë nxit qytetarët të denoncojnë trafikun e drogës apo pastrimin e parave. Në disa postime në rrjetet sociale, Ambasada e SBA-s shkruan se linja e sinjalizimit të agjencisë së SBA-s kundër narkotikëve është aktive. DEA nxit kudo që ka informacion në lidhje me trafikun e drogës ose pastrimin e të ardhurave nga droga, ta ndajë informacionin me personelin e DEA-s. Të gjitha të dhënat do të mbahen të fshehta, thuhet në postimin e ambasadës. Në dosjen italiane për grupin më të madh të trafikut të kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës, pasqyrohen edhe nofkat e antarëve të grupit. Ata përdorin emra dhe nofka të ndryshme në aplikacionin SkyECS. Grupi me bazë në Durrës trafikoi sasi të mëdha kokaine me vlerë miliona euro. Policia e Durrësit ka shpallur në kërkim 2 bashkëpunëtor, njëri prej të cilëve maroken, në lidhje me atentatin ndaj 29 vjeçarit Ermir Dedja. Ata dyshohet se kanë ndihmuar autorët e vrasjes së të riut gjatë natës së të martës. Hetuesit kanë gjetur prova në automjetin e djegur në fshatin Gërdec të Vorës. GKK dënoi me 4 vite burg avokatin Radovan Çela, i cili ka përfituar më herët gjykim të shkurtuar dhe përpasoi dënimi i tij zbret në 2 vite e 8 muaj. SPAK kishte kërkuar dënimin e tij me 6 vite burg. Dënimi i Çelës erdhi pak ditë pasi u dënua dhe ish prokurori i Vlorës Aurel Zarka, pjesë e së njëjtës dosje. Sipas organit të akuzës, Radovan Çela dyshohet se ka ofruar përfitime të palishme për të ndikuar në vendimarrjen e funksionarëve të drejtësisë për të akuzuarit e dosjes Toyota Yaris. Gjykata e lartë ka prishur vendimin për dënimin me 25 vite burg të Bledi Tetës, i akuzuar për përfshirje në ekzekutimin e ish efektivit Santiago Malko në gusht 2019. Sipas gjykatës së lartë, dosja do të rikthehet për rigjykim nga një trup tjetër në apelin e posaçëm të GKK. Sipas dosjes së SPAK, rezulton se Blendi Teta e ka mbajtur në vëzhgim viktimën dhe informacionet për lëvizjen e tij ka dhënë klanit Duka, duke bërë që antarët e këtij grupi kriminal të vjeshin në lëvizje dhe të kryen ekzekutimin e Malkos, një prej njerëzve më të besuar të Ervis Martinajt. Përmes një investigimi, emisioni Veting në News 24 hodhi dritë mbi tendrat e zhvilluar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ku në shumë raste rezultojnë përfitues një grusht kompanish klienteliste. Po ashtu Veting ka zbardhur fakte mbi transakcione të dyshimta të kryera nga drejtuesi i FSHZ-s Dritana Goll, i cili është në hetim nga SPAK për fshehje pasurie. Përmes një investigimi, emisioni Veting në News 24 hodhi dritë mbi tendrat e zhvilluar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ku në shumë raste rezultojnë përfitues një grusht kompanish klienteliste. Po ashtu Veting ka zbardhur fakte mbi transakcione të dyshimta të kryera nga drejtuesi i FSHZ-s Dritana Goll, i cili është në hetim nga SPAK për fshehje pasurie.
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në qytetin e Durrësit ku një 54 vjeçare ka humbur jetën pasi ndërhyrje kirurgjikale në klinikën private Villa Alba, ku ka qenë kirurgu i përgjithshëm Ilir Shani, ai i cili ka kryer operacionin. Mësohet se 54 vjeçaria ka kryer një ndërhyrje për ngushtim stomaku, kur papritur gjendja e saj shëndetësore është përkeqësuar dhe ka ndruar jetë. Policia e Durrësit ka proceduar në gjendje të lirë mjekun Ilir Shani, i cili është edhe pronari i klinikës private. Pas ngjarjes, mjeku tha se gruaja u operua me sukses dhe nuk ishte asnjë shqetësim, por mëngjesin e 21 majit pësoi arrest kardiak dhe ndroi jetë. Ky ishte fleshi informativ i orës 9:30. Faleminderit që na ndoqët.